vetëm i pasjellshëm, i pandjeshëm dhe shumë i keq dhe bën si i dashuruar me të tjerët. Mjaft, tani pushoni. Lucia, E di që është kështu, por çfarë mund të bëj që unë e dua kaq shumë atë? Duhet të kthehem shpejt në restoran dhe t'i kërkoj ndjes. Nuk e kuptoj. Përse vazhdon të mendoj për të? E bën të vuaj, por ajo nuk e harron dot. me siguri dashuria e shtyn të sillet kështu. Ai që është vërtet i dashuruar me një person, vazhdon ta doj edhe kur gjërat nuk shkojnë ashtu si shpresonte. Edhe ti e vajzë duhet t'i kuptosh mirë këto gjëra, apo jo, Rina? Shikoni website-in nëse po e ndiqni direkt këtë film serial në Shqiptinema, sepse faqet tjera vetëm vjedhin filma dhe serialet tona dublin në shqip. Që unë e dua kaq shumë atë. Edhe ti e vajzë duhet t'i kuptosh mirë këto gjëra, apo jo, Rina? Kjo që ka dashuria. Nëse është kështu s'më intereson, nuk dua të ngatrohem fare. Ishte dashuri me shikim të parë dhe u dashurova me të. E vumre që të tërë, ti u shkrive plotësisht në krahët e ti. Sa po e pashe ndjeva se mu drodhën gjunjët. Nuk e pa shkallën dhe për pak u rrëzova. Edhe në televizion flitet gjithnjë për të njëjtën gjë. Çfarë të pëlqen tek ai? Është një tip i heshtur dhe misterios. E besoj, ai është në spital tani me anestezi. Do të mundohem ta kuroj dhe t'i rri afër. Mirëmëngjes, dhe ja parashikimet e motit për ditën e sotme. Më pas ka zënë gjumi pa u mbuluar. Epshu! Më ka zënë edhe rufa tani. Sot ka akoma më shumë njerëz se dje. Hej, Rina, a ndihesh mirë? Nuk e pas ke qeren mirë sot. Jam shumë mirë. Nuk e besoj. Më lësho, sa po të thash që jam mirë. Mua nuk më duket. Ç'kemi zonjush? U takuam përsëri, ha? Ej, më lësho me njëherë. Të paktën më thuaj që e lumtur që po më shikon. Më lësho të thash. Ej, të lutem mos e bezdis personelin. Faleminderit. Po ti çfarë kërkon, më thuaj. Nuk është kjo mënyra se si trajtohen klientët. Më falni, por nuk ka vende të lira. Për ju të tre zot ketë kurrë në lokalin tim. Prandaj edhe mund të ikni tani. E janë i djema ikim tani, shërbimi